besoj që do të jetë në vitet që vijnë edhe më e lehtë. Sigurisht do bëhet më vështirë duke pasur parasysh dhe gjithë vendet e rajonit që ne shohim. Nuk shikoj të paktën në këto 36 vite që ne kemi pasur një moment caktuar që na janë ulur. Dhe për sa kohë ne aderojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, unë këtë gjë në sfond ka kolegë të mi që e besojnë këtë gjë, po unë bëj pjesë për atyre që gjërat i them siç i mendoj dhe siç i shikoj. Është shumë e kollaj ti je populist ose besoni tezën që është deklaruar edhe nga qeveria me hyrje në BE, siç pritet, le të themi, brenda kësaj dekade, ne kemi edhe një rritje. Nuk është se e tha qeveria, se nuk shpiku rrotën qeveria. Qeveria ka marrë këtë praktikë, kjo gjë ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në Bullgari. Kështu që është një proces i natyrshëm dhe këtë nuk ka nevojë ta thotë jo qeveria, po çdo unë zoti Çoçoli dhe çdo njëri tjetër që merret me këtë punë kupton që është proces normal që do të vijë momenti që gjërat ndodhin në këtë fazë. Unë besoj që në 10 vitet e ardhshme, ajo që ne sot konsiderojmë unaza e madhe do të jetë unaza e vogël e Tiranës, për shkak të zgjerimit dhe shtrirjes dinamike që Tirana tashmë ka. Për ta kuptuar do bashkohet Tirana me Durrësin. Do jetë më e kushtueshme. Patjetër, sepse ti diversifikon shërbimet në një vend që në cilën ti çon shkollën, qendër shëndetësore, infrastrukturën, sigurisht dhe ajo zonë zhvillohet. Dhe ne kemi modele, kemi Astirin një shembull, kemi Zyberishin një shembull tjetër, kemi Freskun. Pra aty ku ti çon investime, sigurisht që edhe aty çmimet fillojnë dhe rriten, sepse shtohet dhe kërkesa.